3 ekipe të urgjencës 127 pranë Poliklinikës Qendrore të Shkodrës do të qëndrojnë në gatishmëri deri në datën 3 janar për të përballuar situatat e padëshiruara që mund të krijohen gjatë atmosferës së ndërrimit të viteve. Infermieri i urgjencës Gjovalin Mark Vukaj thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet për këtë situatë, duke përfshirë autoambulancat e kompletuara, personelin dhe mjekët përkatës. Urgjencat do të funksionojnë 24 orë në shërbim, edhe me përforcime për gatishmëri për vitin e ri. 3 ekipe, me ambulanca, me infermier, me mjek në shërbim 24 orë. Deri me datën 3. Atëherë do dalin gjithkush. Marvuka i shton se me këtë skemë mbulohet shërbimi i urgjencës në kohën më të shpejtë, si për qytetin ashtu edhe për njësitë administrative dhe personeli do ta përjetojë ndrimin e viteve në detyrë. Mbulon qytetin, mbulon edhe fshatnat, ku të jetë nevoja. Do ta festojmë këto vitin e ri në gatishmëri e sa të muna. I mesazh urime për vitin e ri, inshallah i vitimore i mirë në gjitha drejtimet. Vëmendja më e madhe do të përqendrohet në mesnatën e 31 dhjetorit, 1 janarit, për shkak të rrezikut që shkakton hedhja mundshme e fishekzjarreve. Ndërkohë, për 3 ditët e para të vitit të ri 2026, gjithçka do të jetë në funksion të një shërbimi sa më të shpejtë në varësi të nevojave të qytetarëve.